Rreth 350 pacientë në Shqipëri vuajnë nga hemofilia, një çrregullim i rrallë i gjakut që pamundson piksjen siç duhet e përpasoj individët përjetojnë gjakrrjedhje spontane, si dhe gjakrrjedhje pas lëndimeve. Me hemofili A shkon diku te 250 pacientë dhe me hemofili B diku te 40 pacientë. Pacientët me hemofili trajtohen në mënyrë kronike me faktorin koagulues që ju mungon, por jo gjithmonë ai është i vazhdueshëm. E marrë 2 herë ose 1 herë në muaj, varet. Po më shpesh në një herë më mirë do ishte jak tradh na mungoj një çik, kështu që. Ko ju mungoj? 2 muaj. Po kishte probleme? Kishim mbajtur rezerva nga që marrim. Në fillim merrnim, si thash, gjak edhe plazmë, po ajo ishte shumë e vështirë sepse ka marrë dhe një hepatit nga gjaku. Kështu tani me faktorin e ka më të lehtë dhe ka më mirë dhe marr dhe në shtëpi. Që prej gushtit të kaluar është futur me rimbursim një medikament shumë i shtrenjtë dhe shumë efikas, që zgjat deri në 1 muaj kohën e mpiksjes së gjakut, ndryshe nga faktori në disa orë apo ditë, por kjo vetëm për 10 fëmijë, ata më të rrezikuarit. Është një medikament që parandalon gjakrrjedhjen, duke evituar kështu marrjen e gjakut dhe parandalimin e hemorragjive tek pacientët. Kemi filluar me 7 pacientë, jemi me 10 pacientë, shpresojmë të kemi edhe mbulim total të paktën të fëmijëve, sepse jemi fokusuar aty për momentin. Mjekët u bëjnë apel çifteve të reja të kryejnë analiza paraprake nëse kanë historinë e familje. Të gjitha vajzat, motrat, nënat e pacientëve hemofilik, pra ata që kanë një histori të mos mpiksjes së gjakut dhe të bërjes vazhdimisht të nxirave të hemorragjive, duhet të drejtohen për të testuar. Edhe nëse nuk e ndjejnë veten të sëmur, por duhet ta bëjnë këtë sepse mund t'ju ndodhë në një ndërhyrje operatore që të kenë një hemorragji të zgjatur dhe është më mirë që ato ta dinë me qëllim që ekipi mjekësor të marrë masa. Çdo vit, 1 në 5.000 djemë të lindur është me hemofili. Fal faktorit koagulues, jetesa e tyre është përmirësuar.